Simptomat nuk janë të njëjta me gripin e zakonshëm, edhe ngjasojnë, edhe ndryshojnë nga Covidi, por dhe kanë ngjashmëri. Ajo që bie në sy është që ka një temperaturë të lartë, ka koll, kruajtje fyti, ka dhimbje muskuj, dhimbje koke, mund të ketë simptoma gastrointestinale, janë simptomatologji të cilat në grupe të ndryshme prezantohen në formate të ndryshme. Dhe është e mira që në rast se personat kanë ca teste të mbetura Covidi në shtëpi, nuk e di sa janë të tillët, por është shumë interesante. Unë për veten time para ca ditësh pata sa shenja të ngjashme, por në ditën kohë i dhash karar me veten time nga sa di që thash më duket si Covid situata më shumë se sa ky lloj gripi. Bëra një test të cilët më kishin mbetur dhe s'ka donin vonë në 2026 dhe dona që kisha Covid. Faktikisht, sot jam në ditën e tretë që po jap intervistën. Nuk infektoj nga kamera, kuptohet, shaka kjo, por e vërteta është që nuk e dim se çfarë është eksaktësisht, dhe derisa ta dim çfarë është, e mira është që institucione si ISHP-ja atje të kapi sa më parë dhe të sekuencoj, pra të jetë sigurt që bëhet fjalë që kemi qarkullim H3N2 aty, të verifikuar me laborator, se unë jam i sigurt që vjen vërdall, sepse vende siç i përmendët dhe ju, që i kanë nxjerrë OBSH-ja hartazin i qartë, është Serbia, Mali, Zi, të cilat së bashku me Mbretërinë e Bashkuar dhe do vende të tjera, Irland, Kirgjistan, nuk e di, dhe Slovenia ka përshtypjen, kanë mbi 50% të rasteve të testuara që dalin pozitiv. Pra, kjo është situata për momentin e cila mund të përshkallëzoj gjatë periudhës festive, ku rritet grumbullime, rritet kontaktet ndërnjerëzore dhe këtu do ta kemi kujdesin. Jemi në kushtet një epidemie, zoti Shapo, apo jo? Nuk do e quaj epidemi, por gjithmonë bëhet fjalë për indikatorët bazë, të cilët krahasohen tani me të njëjtën situatë para një viti. Pra, në rast se kishim rreth 12.000 raste atje para një viti në fund të javës parë, fillimin e javës 2 të janarit, dhe ato i kemi tani aty, situata është disi më e vështirë krahasuar me një vit më parë. Nuk është epidemi, përsa kohë ajo nuk përhapet kudo. Pra, nuk është vetëm në Tiranë, por është nga do. Dhe nga do, kryesisht është parë që e përhapin fëmijët, sidomos fëmijët e shkollave, të cilët në momentin që o mbyllen shkollat, o shkollat kanë pushimet dimërore, situata përmirësohet dhe kjo mund të ndihmoj në këtë moment kohor. Pra, jemi aty ku survejanca duhet jetë dhe syhapja duhet jetë e plotë. Qartë. Për grupet e riskut sugjeron vetëm vaksinë, zoti Shapo? Vaksina është më e mira, por ka dhe preparate antiviral si Tamiflu, të cilët mund të rekomandohen në grupe për shembull që kanë më shumë se një problem bashkëshoqërues. Që kanë dhe diabet dhe një problem koronar, ose persona të tjerë të cilët kanë qenë në spital, janë më vulnerabël se të tjerët. Megjithatë, është vënë re dhe kishte sot një artikull diku ku shikonte efikasitetin e Tamiflus për një sër grupesh dhe ai nuk është për t'u marrë nga të gjithë si karamele. Pra, më shumë do i vjesha maskave dhe kujdesit për të parandaluar infeksionin nga pik nisja. Pra, aty ku e dim që po ka infeksione, mirë është për shembull që mos t'i drejtohemi mjekut familjes me tufa, mos të shkojmë në spitale të gjithë një herazi, por t'i vëmë kujdesin shenjave paraprake, shenjave respiratore dhe të merren masa në rast se kalojnë 48 orë dhe këto shenja paraprake që i përmendëm të gjitha nuk po na qetësohen. Dhe kur kemi të bëjmë me fëmijë të vegjël, sidomos, të cilët nuk kanë rënë në qarkullim me këtë shtam të ndryshuar genetikisht, do thoja. Qartë. Zoti Shapo, të përshëndes dhe të falenderoj shumë për gjitha këshillat, detajet që ndave me ne përsa i përket këtij varianti të gripit që po qarkullon pra në Europë, por jo vetëm. Falenderoj, punë mbar.